Po lexoj projekt rezolutën e Kuvendit të Shqipërisë për procesin e antarësimit të Republikës së Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Në zbatim të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe nenave 18 dhe 103 fraksion 1 të rregullores Kuvendit të Shqipërisë, në zbatim të nenit 18.1 të ligjit 15 të vitit 2025 për rolin e Kuvendit në procesin e negociatave dhe antarësimit të Republikës së Shqipërisë në Bashkimin Evropian të ndryshuar, duke rikonfirmuar se antarësimi i Republikës së Shqipërisë në Bashkimin Evropian përbën objektiv strategjik kombëtar që udhëheq dhe orienton të gjithë agjendën reformuese të vendit për transformimin demokratik, institucional, ekonomik dhe social, duke nënvizuar përgjegjësinë kushtetuese të Kuvendit të Shqipërisë për mbikëqyrjen e procesit të integrimit, forcimin e kontrollit parlamentar dhe garantimin e transparencës, duke theksuar se orientimi evropian në zgjedhje e vullnetit lirë me rëndësi strategjike mbarkombëtare që gëzon mbështetje të gjërë qytetare dhe përfaqëson një angazhim të qëndrueshëm ndaj vlerave themelore të Bashkimit Evropian, demokracisë, shtetit të drejtës, lirisë, paqes dhe bashkëjetesës, barazisë dhe dinjitetit njerëzor, duke pasur parasysh kriteret e Kopenhagës dhe parimin se procesi i antarësimit bazohet në merit, kushte të drejta dhe zbatim real të reformave në përputhje me standardet demokratike dhe respektimin e drejtave themelore, të vetëdijshëm se Shqipëria ka hapur me shpejtësi të gjithë kapitujt e negocimit dhe është në pritje të miratimit të raportit i Bar, duke vlerësuar se procesi i zgjerimit të Bashkimit Evropian po zhvillohet në një kontekst gjeopolitik të ndjeshëm që kërkon riformësim të shpejtë institucioneve dhe përparim të matshëm në fushat kyçe si funksionimi demokratik i institucioneve, gjyqësori dhe drejtat themelore, drejtësia, liria dhe siguria, prokurimi publik, kontrolli financiar, statistikat, kriteret ekonomike dhe reforma në administratën publike, duke marrë në konsiderat raportin e Komisionit Evropian për Shqipërinë 2025 dhe raportin e Parlamentit Evropian për Shqipërinë, miratuar në 5 maj 2026 në Komisionin për Punë të Jashtme të Parlamentit Evropian, duke mbajtur parasysh zgjedhjet dhe rekomandimet e raportit final të OSBE-ut për zgjedhjet parlamentare të 11 majit 2025, duke theksuar rëndësinë e respektimit lirive dhe të drejtave themelore, si dhe domosdoshmërinë e garantimit të transparencës në procesin e antarësimit në Bashkimin Evropian, duke theksuar se integrimi evropian kërkon transformim thelbësor që përfshin harmonizim të ligjeve në përputhje me standardet evropiane, zbatim të plotë tyre, rezultate konkrete dhe të matshme, përgjegjësi institucionale dhe gjithëpërfshirje, duke marrë në konsiderat rëndësinë e besimit publikut, garantimin e ndarjes reale të pushteteve, garantimin e mekanizmave të kontrollit dhe balancës, pavarësinë e institucioneve kushtetuese dhe dialogun konstruktiv, gjithëpërfshirës politik dhe shoqëror si themeli i një demokracie funksionale, kërkesa thelbësore për procesin e antarësimit të Republikës së Shqipërisë në Bashkimin Evropian, duke shprehur vlerësimin për mbështetjen e vazhdueshme dhe të gjithanshme strategjike dhe financiare të Bashkimit Evropian për Shqipërinë, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë angazhohet të forcojë në tërësi dhe në mënyrë të drejtë për drejtë rolin e tij në përshpejtimin e procesit të antarësimit të Republikës së Shqipërisë në Bashkimin Evropian, të ushtrojë në mënyrë të plotë dhe efikase funksionin ligjbërës dhe mbikëqyrës për procesin e antarësimit në Bashkimin Evropian, duke garantuar cilësinë e legjislacionit për afrimin me akin e BE-s dhe zbatimin e tij konkret në praktikë. Të forcojë kontrollin parlamentar ndaj pushtetit ekzekutiv, institucioneve dhe agjensive të pavarura, duke respektuar parimin kushtetues të ndarjes dhe balancimit mes pushteteve, duke rritur transparencën, auditimin dhe llogaridhënien. Të thellojë angazhimin e përbashkët me qytetarët, grupet e interesit dhe aktorë tjerë të shoqërisë, me qëllim njohjen dhe gjithëpërfshirjen në procesin e antarësimit në Bashkimin Evropian. Të intensifikoj ritmin e reformës zgjedhore në zbatim të plotë të rekomandimeve të OSBE-ut dhe Komisionit Venecias për garantimin e zgjedhjeve të lira dhe të barabarta. Të japë mbështetje të plotë për institucionet kushtetuese dhe ose të krijuara me ligj, duke përfshirë dhe garantimin e zbatimit të vendimeve të tyre ligjore. Të kërkoj përforcimin e përpjekjeve dhe të konsolidoj rezultatet konkrete në luftën kundër korrupsionit në nivelit lartë dhe krimit organizuar, duke garantuar mbështetje të plotë për institucionet përkatëse dhe zbatimin e kërkesave të Bashkimit Evropian. Të kërkoj respektimin e lirisë së shprehjes, garantimin e pluralizmit mediatik, përmirësimin e mekanizmave të mbrojtjes gazetarëve dhe gazetarisë lirë, duke garantuar një mjedis mediatik të lirë, konkurrues dhe profesional. Të monitoroj luftën kundër dezinformimit dhe ndërhyrjeve të huaja për mbrojtjen e integritetit të proceseve demokratike dhe të interesave strategjike kombëtare. Të nxjisë dialog politik dhe shoqëror gjithëpërfshirës për të siguruar konsensus kombëtar mbi prioritetet evropiane.
të nxjisë forcimin institucional për mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të personave që i përkasin pakicave kombëtare, të forcoj partneritetin ndërparlamentar me Parlamentin Evropian dhe parlamentet e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, duke kontribuar aktivisht në diplomacinë parlamentare dhe marrëdhënie dypalëse me to. Të refuzoj çdo nisëm, akt apo veprim që devijon nga kursi i qëndësishëm i anëtarësimit plot të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Majoranca angazhohet të sigurojë kushtet për pjesëmarrjen e plotë të opozitës në veprimtarinë parlamentare, të respektojë kërkesat e saj në përputhje me standardet demokratike, me kushtetutën dhe rregulloren e kuvendit. Opozita angazhohet të sigurojë pjesëmarrje të plotë në veprimtarinë parlamentare në përputhje me standardet demokratike, me kushtetutën dhe rregulloren e kuvendit. Të dyja palët angazhohen për forcimin e dialogut politik. Kuvendi i Shqipërisë i kërkon Këshillit të Ministrave të raportojë në përputhje me kuadrin ligjor për fshirë plotësimin e piketave përmbyllëse për të gjithë grup kapitujt negociues dhe konkluzionet e konferencave ndërqeveritare. Të garantojë zbatim të plotë dhe të qëndrueshëm të legjislacionit në përputhje me akin e BE-s, duke përshpejtuar reformat në shtetin e së drejtës, luftën kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, gjyqësorin dhe fushat e tjera të grup kapitullit të parë themelore. Të sigurojë sinergjinë mes instrumenteve të ndryshme financiare të Bashkimit Evropian, shteteve anëtare të tij dhe partnerëve ndërkombëtar për zhvillim, duke raportuar në mënyrë të posaçme në Kuvendin e Shqipërisë lidhur me mbështetjen e partnerëve për zhvillim për procesin e integrimit dhe anëtarësimit në Bashkimin Evropian. Të garantojë parashikime të dedikuara buxhetore në çdo program buxhetor për zbatimin e reformave kyçe në kuadër të procesit të anëtarësimit me fokus të veçantë në mbështetjen për institucionet ligjzbatuese. Të përputh kuadrin ligjor për prokurimet publike me qëllim forcimin e transparencës dhe konkurrencës në prokurimet publike dhe përdorimin e fondeve të Bashkimit Evropian. Të përshpejtojë reformën në administratën publike në përputhje me kërkesat e Bashkimit Evropian, me qëllim rritjen e efikasitetit saj dhe të zbatojë me përpikmëri kriterin e meritës në rekrutime. Të mbrojë mjedisin dhe zonat e mbrojtura në përputhje me standardet e Bashkimit Evropian. Të sigurojë konsultim gjithëpërfshirës me opozitën, shoqërinë civile dhe grupet e interesit për të garantuar një vendimarrje me bazë sa më të gjerë. I kërkon të forcojë më tej kapacitetet e strukturës shtetërore përgjegjëse për zhvillimin e negociatave dhe lidhjen e traktatit të aderimit të Republikës së Shqipërisë në Bashkimin Evropian. I kërkon që të intensifikojë një fushat ndërgjegjësuese mbi Bashkimin Evropian dhe standardet evropiane si nxitse të transformimit Evropian në kuadër të procesit të anëtarësimit të vendit tonë në Bashkimin Evropian. I kërkon gjithashtu të mbështesë më tej pushtetin vendor në forcimin e kapaciteteve të tij për ta përgatitur për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Kuvendi i Shqipërisë rithekson se përparimi në procesin e anëtarësimit duhet matet mbi bazën e meritës, standardeve demokratike dhe arritjeve të verifikueshme me qëllim që Shqipëria të ecë me hapa të qëndrueshëm drejt anëtarësimit plot në Bashkimin Evropian. Faleminderit.